Paralajmërimi i Donald Trump, armët bërthamore mund të shënojnë fundin e botës. Donald Trump ka paralajmëruar se armët bërthamore, të cilat ai quajti përbindësha, mund të shkatrojnë botën, ndërsa ngriti alarmin për një apokalips atomik. Presidenti lëshoi një paralajmërim të ashpër në një intervistë televizive të dielën në mëngjes, pasi bëri kontrollet e reja të armëve me Rusinë dhe Kinën. Në një intervistë me Mario Bartiromo të Fox News në emisionin e saj, Trump tha se beson se armët bërthamore janë një nga kërcënimet më të mëdha për njerëzimin. Në një paralajmërim mëngjes, ai tha se nëse armët bërthamore përdoren përsëri, kjo mund të shkaktojë apokalipsin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka rezervën e dytë më të madhe të armëve bërthamore në botë me rreth 5.000 armë. Rusia ka më shumë se afro 6.000 dhe me Kinën që ka një të tretën e largët me rreth 350. Armët bërthamore janë përdorur vetëm 2 herë, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës bombardoi Hiroshimën dhe Nagasakin për t'i dhënë fund luftës së dytë botërore. Duke folur për Fox, Trump tha, ne shpenzojmë shumë para për armë bërthamore. Niveli i shkatrimit është përtej çdo gjëje që mund të imagjinoni. Nuk duhet të shpenzohen gjithë ato para për diçka që nëse përdoret ndoshta është fundi i botës. Trump vazhdoi duke thënë se shumë njerëz janë të përqendruar në pretendimet për ndryshimin e klimës në vend që të trajtojnë kërcënimin global të paraqitur nga bërthamat.